Allahu Azza wa Jall e shenjtëroi dhe nderoi njeriun, ku prej tij Allahu Azza wa Jall e krijoi gruan. Allahu Azza wa Jall nderoi në veçanti gruan, për shkak se ajo a themeli I shoqërisë, themeli I familjes. Për atë kanal hadithe të pejgamberit Allahut, Allahu Azza wa Jall nderoi gruan, e nderoi ata si non, e nderoi ata si bi dhe motër, dhe nderoi gruan gjithashtu si gru dhe çift që në përmes tyre shumohet njerëzimi. Pra në kupton se nona ashe shejt vëllezër të ndëshëm, të shkasen që e zavendëson nanën, kanë Allahu Azza wa Jall e begaton me 3 vajza, apo me 3 motra, dhe kujdeset për to, apo me 2 vajza dhe 2 motra, dhe kujdeset për to. Thot pejgamberi Allahu se shpërblimi tek Allahu Azza wa Jall a xhenneti Allahu.